pse njerëzit kanë probleme me namazin që se falin dot në kohën e vet. Arsyet mund të jenë të shumta, po më kryesorët i kanë mbledhur në pikat e më poshtme. 1. Shejtani i mallkuar. Një ndër sukseset më të mëdha në rafshin individual që korr shejtani tek njeriu në raportet me krijuesin është ta hutoj, ta largoj njeriu nga namazi. Me forma dhe mënyra nga më të ndryshmet. Ka kohë, po është puna, e bën pastaj, po hajse Zoti fal, është një hadith që kur thot la ilaha illallah fiton xhenetin, po avashër burse ke kohë, po ja po të marrësh punën, po do të bësh shtëpinë, po do të martohesh, po të bësh, po tjera. Shejtani i mallkuar është armi